Kryeministri Edi Rama ka ndjekur nga afër punimet në aksin rrugor Librasht-Prenjas, një segment i rëndësishëm i infrastrukturës në lindje të vendit. I shoqëruar nga Ministri i Ri i Infrastrukturës, kreu i qeverisë inspektoi dhe rrugën provizore të hapur për qarkullimin e mjeteve, pas problemeve të shkaktuara nga rrshitja e dheut në zonë. Kreu i qeverisë zhvilloi dhe një takim me banorët e zonës ku vlerësoi rëndësinë që ka ky projekt për zhvillimin ekonomik të rajonit. Sipas tij, ky segment është pjesë e korridorit 8, një projekt strategjik që synon të lidh lindjen me perëndimin dhe të lehtësojë lëvizjen e njerëzve dhe madrave në një kohë shumë të shkurtër. Është ndërtuar një program bashkëpunimi 4 palësh, ku është e përfshirë dhe Italia, pikërisht për rëndësinë strategjike të korridorit të 8. Nga ana tjetër, korridori 8 është një korridor i cili përpara pak kohësh është përfshirë edhe në korridoret e lëvizjes së forcave ushtarake të NATO, gjë që i arrit edhe më shumë vlerë, gjë që e bën edhe më të rëndësishëm si aset strategjik, jo vetëm Bashkimit Evropian, por edhe NATO-s. Rama i bëri thirrje banorëve që të mbështeten tek informacioni i ekspertëve dhe institucioneve përgjegjëse, duke shmangur sipas tij dezinformimet që qarkullojnë në rrjetet sociale. Impaktin e ndonjë punimi apo siç thoshin gjithollogët e tenxhereve me marrjen e zhavorit nga lumi, se duhet të jesh jo thjesht ignorant, po duhet të jesh dhe një maskara shumë i madh që ti frysh veshët njerëzve me të tilla broshkulla. Por maskarallëku i atyre që bëjnë këtë punë për ditë, disa paguhen nga taksat e popullit si përfaqësues të popullit, po në fakt nuk janë përfaqësues të popullit, janë përfaqësues vetëm të ikuri fare nga mendja e kokës. Disa të tjerë paguhen në dorë, në zezë për ta bërë këtë punë natën në për ato klubet mediatike, ndërkohë që faktet janë këto. Dhe rrshitja atje, në anën tjetër, ka ndodhur tek aksi i ri dhe ka ndodhur pikërisht për të njëjtin fenomen që e shpjegoi drejtori i shërbimit gjeologjik. Dhe këto fenomene gjithmonë më të pranishme sot në jetën e vendeve nuk mund të përdoren për të fajsuar dhe për të përbaltur dynjan dhe për të nxirr jetën e njerëzve që nuk hapin dot televizorin, nuk hapin dot pasqyrën e celularit për të marrë një haber, se marrin vetëm balt. Nga ana tjetër, kryeministri pranoi se bllokimi i përkohshëm i rrugës ka krijuar shqetësim për qytetarët dhe bizneset që përdorin këtë aks, por siguroi se ndërhyrjet po bëhen për të zgjidhur situatën dhe për të parandaluar probleme të ngjashme në të ardhmen.